Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin për të komentuar një nga ngjarjet që mbrëm gjatë performancës së parë të Gjestit në SKP Club, mori jehonën e madhe. Është komentuar pafund për një moment ku Gjesti gjatë natës së finales, në momentin kur u ngjit në skenën apo në studion paralele që Top Channel së bashku me produksionin e Big Brother kishin organizuar, Gjesti mori në dorë nga një fan si tij flamurin e Kosovës dhe e puthi dhe ngriti atë flamur. Menjëherë ky moment bëri namin e madh nëpër media, u komentua shumë, u fol shumë për të, ca ishin pro e ca ishin kundër, disa e quajtën edhe si ndarësi këtë gjë. Dhe Gjesti mbrëm për herë të parë në SKP Club, pati fatin që në fakt ta sqaronte këtë moment. Unë para se t'ju sjell video, dua njëherë të ndaj një shkrim për këtë moment që ndodhi. Nata e mbrëmshme në SKP Club nuk ishte vetëm një debutim skenik për Gjestin, por edhe një moment i rëndësishëm për të sqaruar një situatë që kishte ndezur debat dhe diskutime mes shqiptarëve, mes emocione të forta, lotëve të gëzimit dhe duartrokitjeve të zgjarta të publikut. Gjesti ndau me fansat e tij ndjesitë dhe të vërtetën rreth momentit të flamurit në natën e finales së Big Brother VIP Albania. Gjatë finales së madhe, në një moment kur emocionet kishin arritur kulmin dhe çdo gjë ndodhte me një ritëm të shpejtë, një person nga publiku i kishte dhuruar Gjestit flamurin e Kosovës. Në ato qaste euforie, pa menduar gjatë, ai e kishte ngritur atë lart, si një gest spontan për të shprehur falenderimin dhe gëzimin e tij për të gjithë ata që e kishin mbështetur në rrugtimin e tij, duke ngjallur reagime të forta. Mbrëm në skenë përballë një turme të zjarrt që kishte ardhur për ta mbështetur Gjestin. Gjesti foli me zemër të hapur për këtë moment, me sytë që i shkëlqenin nga emocionet dhe zëri që i dridhej, ai pranoi se kishte ndier keqardhje për keqkuptimin që ishte krijuar. Tani në këtë moment dua t'ju sjell videon në momentin që Gjesti i sqaron të gjithë shqiptarët se për çfarë arsye ka bërë dhe si ka ndodhur. Ndiqeni videon. E modhe se kom pas, e kom vendosur flamurin e Kosovës. Tashti, prej dispak, nëse kom rastin për të me okazion. Prej penale për një mon, do prej fonësave ka gjithë flamurin e Kosovës, edhe unë nuk bëjnë këtë shpime, e kom morë spontanisht, edhe kom qitë, edhe kom putë. Qështë nuk bëjnë nga dhe Kosovë Shqipni, jena një! Kosovë Shqipni! Këto në fakt ishin fjalët e Gjestit për momentin kur Gjesti ka marrë flamurin e Kosovës në dorë, do me thënë nuk e ka marrë me asnjë lloj prapavie. Gjesti thot, nuk ishte diçka e planifikuar, ishte një moment spontan. Në atë moment unë thjesht reagova nga emocionet pa menduar për pasojat apo për mënyrën si do t'interpretohej kjo gjë. E kuptoj që shumë njerëz janë ndier keq, por dua të them me gjithë shpirt që nuk ka asnjë ndarje mes nesh. Jemi të gjithë shqiptar, jemi një kom, një gjuhë, një kulturë, një zemër. Nuk ka rëndësi nëse flamuri është fuqezia apo flamuri i Kosovës. Të dy janë të njëjtë për mua, sepse përfaqësojnë të njëjtin gjak, të njëjtin popull, tha ai, ndërsa turma shpërtheu në brohoritje. Në atë moment energjia në klub ndryshoi, çdo tension që mund të kishte ekzistuar më parë u shpërbë në duartrokitje të fuqishme dhe thirrje të njerëzishme. Shqipëri-Kosovë, një kom, një gjak. Ishte një dëshmi e qartë se mes shqiptarëve dashuria dhe uniteti janë më të forta se çdo keqkuptim apo interpretim i çastit. Gjesti vazhdoi fjalën e tij duke theksuar se ai ndihet po aq shqiptar sa çdo person tjetër në atë sallë dhe jashtë saj. Ne kemi një histori të gjatë bashkë, kemi vuajtur bashkë, kemi festuar bashk dhe kemi ndërtuar bashk. Askush dhe asgjë nuk mund të na ndaj. Tani tha me bindje duke dërguar një mesazh të fuqishëm uniteti mes shqiptarëve kudo që janë. Për ta përmbyllur këtë moment kaq të ndjeshëm, ai mori flamurin kuqezi, e vendosi atë mbi shpatulla dhe qëndroi në mes të skenës.
ndërsa pas ti ekrani gjigant jepte sekuenca të bukura të mbrëmjes. Ishte një mesazh i fuqishëm që rënqethi të gjithë të pranishmit. Në atë çast, salla shpërtheu sërish në brohoritje, nuk kishte më ndasi, nuk kishte më keqkuptime, kishte vetëm krenari dhe dashuri për kombin dhe për të ardhmen. Ishte një moment i sinqert, i vërtet, një moment që do të mbahet më gjatë, jo vetëm nga ata që ishin të pranishëm, por nga të gjitha ata që e ndjekin dhe e mbështesin gestin. Në fund të natës, mes muzikës, festës dhe atmosferës elektrizuese, një gjë ishte e qartë, gesti nuk ishte vetëm një artist që debutonte në skenë, por një zëm që promovonte bashkimin dhe dashurinë mes shqiptarëve, pavarësisht kufive apo flamujve. Në fakt ishte ky reagimi i gestit që ka ndodhur natën e mbrëmshme në SKP Club, ku gjesti u mundua që të sqaronte çdo detaj që nuk ka qenë diçka me kastile, ka qenë diçka e momentit, indikuar nga të gjitha emocionet të cilat e kishin përfshirë gjestin në atë natë aq me vlerë aq të madhe për gjestin i cili me dashurinë më të madhe po jetonte atë moment, atë surprizë që vllau i madh ja kishte dhënë. Dhe në videon e radhës do të komentojmë ngjarjet e tjera, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.